Kryeministri Edi Rama inspektoi këtë të diel kantierin e Muzeut Hebraik në Vlorë, i cili po ngrihet në zemër të lagjes së dikushme të hebrejve, si një dëshmi e gjallë historike e kulturore që flet për veprat e vërteta të shqiptarëve, besës e mikpritjes, dhe që përveç se misionit të kujtesës e të promovimit të një faqeje të lavdishme të historisë së Vlorës e të mbar Shqipërisë, do të kthehet edhe në një destinacion të lakmuar turistik. Ku do jetë pavioni i hyrjes është shumë interesant sepse do jetë dhe i veshur, po. Dhe ka gjithmonë një portë të hapur, këtu është pjesa e mbrapsme, është imazhi është bërë sikur është bërë qendër, ka një portë të hapur për treguar gjithmonë që është shumë ftuese. Është shumë interesant veshja që me forcë nga Studio Kimele Shkolot, që fitoi konkursin, do vishet me 98% gur shqiptar dhe 2% gur lokal izraeli, sepse ai guri dhe për vetë historinë e tyre personifikon lidhjen që ata kanë me vendin dhe me tokën e tyre. Është shumë e rëndësishme që të kuptohet nga të gjithë që ky është një gur i munguar në mozaikun e Vlorës, po dhe mozaikun shqiptar. Historia e shpëtimit e hebrejve nga shqiptarët është një histori e jashtëzakonshme, është një trashëgimi historike kulturore e jashtëzakonshme për të gjithë ne dhe që flet jashtëzakonisht shumë për shqiptarët, pavarësisht musliman apo të krishterë, dhe në ndërkohë duhet pasur parasysh që me vendosjen e linjës direkte ajrore me Izraelin që fillon kërkesa nga Izraeli për të ardhur në Shqipëri turist është shumë e madhe. Kanë filluar ta njohin historinë tonë lidhur me ta dhe ky është një gur themeli mbi të cilin do të ndërtojmë shumë gjëra pozitive për turizmin, për ekonominë, për teknologjinë, kështu që besoj që Vlora është me fat dhe duhet të jetë krenare që e ka këtë histori. Paralelisht, aty pranë po merr jetë dhe qendra shumë funksionale e zhvillimit rajonal, një vatër e teknologjisë dhe inovacionit në shumëkatëshin fantazëm të sheshit të Flamurit, që po transformohet në një ikon të arkitekturës bashkëkohore, fal studios së famshme nga Belgjika, e cila ka një rol të madh në rilindjen urbane të Vlorës.